Policia e Lezhës ka arrestuar 2 persona dhe proceduar penalisht disa të tjerë gjatë 24 orëve të fundit. Sipas bluve, shërbimet e komisariatit të policisë Mirdit arrestuan në flagrancë shtetasin GT, 54 vjeç, banues në Rëshen, pasi dyshohet se për motive të dobta ka kanosur me mjet preros thik një 31 vjeçar në ambientet e një lokali në Rëshen. Nga ana tjetër, shërbimet e policisë rrugore arrestuan në flagrancë shtetasin DM, 60 vjeç, banues në fshatin Plan, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Po ashtu, materiale u referuan në prokurori edhe nisi procedimi penal për shtetasin. AI, 30 vjeç, banues në fshatin Malbardh, pasi në aksin rrugor Milot Laq, automjeti që drejtonte u përplas me automjetin e drejtuar nga shtetasi FN, 42 vjeç, i cili ndodhet në kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, shërbimet e komisariatit të policisë Lezhë referuan materiale në prokurori për shtetasit GP, 25 vjeç dhe F, 25 vjeç, pasi sipas një informacioni të ardhur nga Interpol Tirana, shtetasi GP është paraqitur për ndihmë mjekësore në një spital në Maqedoninë e Veriut. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas deklaratave të tyre, 2 shtetasit janë përfshirë në një aksident rrugor në qarkun Lezhë edhe më pas janë nisur drejt Shkupit për të marrë ndihmë mjekësore pa njoftuar policinë. Gjithashtu, materiali u referua në prokurori edhe për shtetasen VM, alias VG, 46 vjeçe, pasi bashkëshorti i saj, me të cilin është në proces divorci, ka kallëzuar se ajo ka ndërruar bravën e derës së banesës së përbashkët në mënyrë të paligjshme. Ndërkohë, një ngjarje e rëndë është regjistruar në fshatin Gjorm. Shtetasi OM kazoi se gjyshi i tij, RM, 90 vjeç, është larguar nga banesa rreth orës 7 të mëngjesit të djeshëm. Pas kërkimeve të policisë, rreth orës 6 të mëngjesit të sotëm, i moshuari u gjeti pa jetë në një kanal në ujë pranë banesës së tij, ku paraprakisht dyshohet se ai ka rënë aksidentalisht në kanal. Për të gjitha rastet, materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.